imuniteti që kërkon prokuroria e posaçme për një nga elementët për caktuar mas sigurimi arrest në burg, arrest në shtëpi, apo për të bërë një kontroll personal apo një kontroll banese, se ky imunitet për këto 4 elemente është tashmë vijë e kuqe për të kuptuar që parlamenti dhe mazhoranca do jenë në krah të prokurorisë posaçme apo do e braktisin luftën që ka filluar prokuroria e posaçme. Pra, unë nuk e shoh më juridik vendimin e kuvendit, e shoh politik. Mazhoranca do jetë përkrahase e reformës dhe posaçërisht e organeve të posaçme kundër korrupsionit, apo do i braktis dhe do i lër ata në mes, sepse duam nuk duam ne, mosdhënia e imunitetit të një personi me imunitet, qoftë antar kabineti apo qoftë deputeti i Republikës së Shqipërisë, patjetër që e fut në ngërç punën e prokurorisë posaçme, ose më saktë nuk e bën më të qartë dhe më konkrete dhe më objektive, jo se e pengon në kuptimin negativ total. Nuk e pengon. Prokuroria e posaçme do vazhdoj, po do e vazhdoj me vështirësitë e veta se nuk do ketë hapësirën e duhur për caktuar një masë apo për bërë një kontroll banese. Pra, është vendim për mua politik. Paballarët e reformës do e qajnë dhe do e vazhdojnë më reformën, apo do e mbyllin atë kapitull dhe do përpiqen të arnojnë drejtësinë e cila duket se në këto momente po futuj në çdo cep.